Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 54 të surës Kahf, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Sigurisht, në këtë Kur'an ne u kemi shpjeguar njerëzve çdo lloj shembulli, por njeriu kundërshton më tepër se çdo krijesë tjetër. Ky ajet na thot se Kur'ani i shenjtë përmban udhëzim të plotë dhe të qartë. Në Kur'an, Allahu fuqiplot u ka sjell njerëzve shembuj të ndryshëm për t'u bërë të vërtetën sa më të kuptueshme. Megjithë këtë, përkundër këtij sqarimi, përkundër shembujve të shumtë në Kur'an, natyra e njeriu shpesh anon drejt kundërshtimit, debatit dhe mohimit. Allahu nuk ka lënë pa qartësi në udhëzim. Ai ka sjell argumente dhe shembuj të shumtë që çojnë drejt udhëzimit. Problemi qëndron tek nuk qëndron tek mungesa e së vërtetës, por tek qëndrimi i njeriu ndaj të vërtetës. Njeriu duhet të ruhet nga kokforcia dhe të jetë i hapur për të pranuar të vërtetën. E vërteta është e qartë dhe e shpjeguar, por njeriu shpesh e refuzon për shkak të natyrës së tij kundërshtuese. Prandaj kërkohet nga njeriu për ulësi dhe sinqeritet për ta pranuar të vërtetën. Një prej të vërtetave të mëdha është Kurani i shenjtë, fjala e Allahut të madhruar, i cili është udhërrëfyes për njerëzimin në çdo kohë dhe në çdo vend. Kurani është burim drite, mëshire dhe urtësie që i ndriçon zemrat dhe mendjet e besimtarëve, duke i udhëzuar drejt së vërtetës dhe jetës së drejtë e të këndshme. Mirësia e Kuranit qëndron në faktin se ai nuk është vetëm një libër për t'u lexuar, por një udhëzim për t'u jetuar. Ai është busulla e jetës. Kurani qetëson shpirtin, forcon besimin, pastron moralin dhe i jep njeriu drejtim në çdo hap të jetës së tij. Në çdo ajet të Kuranit gjendet një mesazh që e afron njeriu me Allahun dhe e orienton drejt lumturisë në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Në çdo ajet të tij gjenden mësime për mbar njerëzimin. Në vazhdim të rubrikës ajeti dhe kuptimi i tij, sot do të flasim për kuptimin e ajeteve 18-19 në surën Hashr. Në këto dy ajete të bekuara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut, pra friksojeni Allahut. Dhe çdo njeri le të shikoj se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Jini të devotshëm ndaj Allahut, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai për Allahu i bëri të harrojnë vetët e tyre. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut fuqiplot. Këto dy ajete përmbajnë mesazhe shumë të thella për vetdijen, për përgjegjësinë, për lidhjen me Allahun dhe përgatitjen për jetën e përtejme, për jetën e vërtet. Ajeti 18 fillon me thirrjen: o ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut. Dhe cila është një thirrje drejt për drejt dhe e nderuar nga për vetllogaritje dhe përgatitje për jetën tjetër. Është një thirrje pa nga krijuesi ynë, Allahu fuqiplot, dhe na fton që të llogarisim vetat tona për çdo ditë dhe të përgatitemi për jetën tjetër. Njeriu duhet të bëjë llogaritje të vetes për çdo ditë. Nëse ka bërë të mira, ti lutet Zotit që t'ia shtoj. Nëse ka bërë të këqija, ti lutet Zotit që ta falë, ta mëshirojë, dhe të pendohet, dhe të kthehet te krijuesi i tij. Prandaj ajo kjo frazë, o ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut, gjithashtu është një thirrje që njeriu të jetë pra gjithmonë i devotshëm. Dhe fraza e ajetit për të nesërmen, këtu pra nënkupton jetën tjetër dhe ditën e llogarisë. Nga kjo mësojmë se çdo vepër që bëjmë sot është investim për jetën tjetër. Njeriu i mençur nuk jeton pa qëllim, por mendon se çfarë po dërgoj përpara vetes në atë jetë. Pa gjithmonë, çdo ditë të përgatisim furnizim për jetën e vërtet, për jetën pas vdekjes, sepse me vdekjen fillon jeta e vërtet, jo se u mbyll gjithçka. Prandaj, ashtu siç njeriu mendon për të ardhmen në këtë jetë, për të kursyer, për të depozituar para, pasuri, duhet të mendoj edhe të investoj edhe për jetën tjetër. Sepse në atë jetë pra ka llogari dhe nuk ka vepra. Çfarë të mbjellim, do të korrim nesër në atë jetë. Në fund të ajetit të 18, Allahu i madhuruar thot: jini të devotshëm ndaj Allahut, sepse ai për Allahu di çdo gjë që bëni ju. Kjo fjali e ajetit na mëson se devotshmëria është themeli i jetës.
Ajo e mbron njeriu nga gjithçka e keqe në këtë jetë dhe e bën prej të shpëtuarve në jetën tjetër. Po ashtu kjo fjali e ajetit na mëson se Allahu i madhruar e i lartësuar sheh dhe di çdo veprim të fshehtë apo të hapur. Dhe kjo krijon pra një ndjenjë të vazhdueshme kontrolli shpirtëror. Të dashur vëllezër dhe motra, devotshmëria nuk është vetëm frikë ndaj Allahut, por është vetdije e vazhdueshme ndaj tij. Të jemi të vetëdijshëm se Allahu na mbikëqyr, Allahu na sheh, Allahu na dëgjon. Allahu është më pranë nesh se sa ai damari i qafës. Allahu thot në Kur'an, ai është me ju kudo që t'jeni. Në ajet tjetër thuhet se Allahu nuk i fshihet asgjë në qiell dhe në tokë. Prandaj gjithmonë pra të jemi të vetëdijshëm ndaj Allahut. Në fillim të ajetit 19, Allahu i madhuar thot: mos u bëni si ata që e harruan Allahun. Allahu na ruaj. Dhe kjo thënie është paralajmërim, rreziku për harresën e Allahut fuqiplot. Ka shumë njerëz që e kanë harruar Allahun, vetëm kur i bën ndonjë problem, një vështirësi, e kujtojnë. O Zot na ndihmo. O Zot më shpëto. Apo shumica e njerëzve e kujtojnë pra vetëm pra në fatkeqësi, por kur janë në gjendje të mirë, kur kanë lek, e harrojnë Allahun. Duhet pra të dihet se harresa e Allahut nuk është thjesht mos përmendje me gjuhë, por ajo është gjithashtu largim nga udhëzimi dhe neglizencë ndaj urdhrave të Allahut fuqiplot. Kur njeriu largohet nga Allahu, ai shkon drejt humnerës së humbjes, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Prandaj le të jemi të kujdesshëm. Të jemi pra gjithmonë me Allahun. Mos e harrojmë atë. Allahu thot: udhkuruni adhkurukum. Më kujtoni mua edhe unë do t'ju kujtoj ju. Pra mos të jemi për atyre që e harrojnë Allahun. Dhe më pas, në ajetin pra 19, thuhet kështu që ai i bëri të harronin vetveten, pra të harronin veten e tyre. Kur njeriu harron veten e tij, ai harron krijuesin, harron qëllimin e krijimit të tij dhe harron jetën tjetër. Ai mund të kujdeset për trupin, pasurinë, fëmijët dhe statusin e tij në këtë jetë. Por ai harron shpirtin dhe fundin e tij. Të jetosh pa kuptuar pse jeton është një nga dëmët më të mëdha shpirtërore. Pra njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm që krijuesi i tij është Allahu. Duhet të di qëllimin e tij në këtë jetë dhe të punoj edhe për jetën tjetër. Të kujdeset për shpirtin e tij, ashtu siç kujdeset për trupin e tij. Të mos e harroj anën shpirtërore. Në fund të ajetit 19 thuhet pikrisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut fuqiplot. Dhe ai që është i pabindur ndaj Allahut, ai është mëkatar. Mosbindja është rezultati i largimit nga Allahu dhe nga udhëzimet e tij. Largimi nga Allahu çon në humbje të moralit, shpërfillje të së vërtetës dhe shkatërrim të anës shpirtërore.
devijimi nuk ndodh me një herë, por fillon me harres të vogël dhe rritet gradualisht. Të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje të temës, themi se këto ajetet na mësojnë, pra ajetet 18-19 në surën Hashr, na mësojnë që të bëjmë vetë llogaritje çdo ditë, të jetojmë me vetë dije ndaj Allahut, të mos e harrojmë Allahun në asnjë moment, sepse harresa e tij çon në humbjen e vetes. Njeriu që e harron Allahun, humbet drejtimin, jeton pa qëllim dhe dëmton veten e tij pa e kuptuar. Njeriu që e kujton Allahun, e njeh veten, e kupton qëllimin e jetës dhe përgatitet për jetën tjetër. Përmendja e Allahut është jetë për zemrën, është dritë për shpirtin, ndërsa harresa e tij është errësirë që e largon njeriu nga qetësia dhe udhëzimi. Sa më shumë që njeriu e përmend Allahun, aq më shumë gjen paqe, siguri dhe kuptim në jetën e tij. Ndërsa largimi nga përmendja e Allahut sjell zbrazti dhe humbje shpirtërore. Prandaj, shpëtimi dhe lumturia qëndrojnë në një zemër që e kujton vazhdimisht Allahun, krijuesin e zemrës, dhe nuk e harron atë në asnjë gjendje apo situatë. Të dashur vëllezër dhe motra, Kurani është i thjeshtë për të kuptuar, por duhet që ne të kthehemi tek ai. Kurani është shërim, udhëzim, qetësi. Kurani sjell vetëm se mirësi, bereqet, mbrojtje. Prandaj le të kapemi pas Kuranit. Le ta zbatojmë atë në jetën tonë, me qëllim që të jemi pra të lumtur e të shpëtuar si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Allahu na ndriçoft jetën dhe zemrat me dritën e Kuranit. Allahu ju ruaj dhe ju bekatoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.